Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Gratë mbi moshën 60 vjeç duhet i bëjnë menjëherë këto ndryshime në dietën e tyre ushqimore. Kur bëhet fjala për shëndetin tuaj pas moshës 60 vjeç, duhet të jeni më vigjilent dhe të keni më shumë kujdes dhe të ndjeni të udhëzuara nga mjeku për të shmangur edhe kompromentimet e tij. Dhe në këtë video do të sjellim disa nga gabimet shëndetësore që nuk duhet i bëni më pasi të mbushni 60 vjeç sipas It This Not That. Mosbërja e gjumit një prioritet. Sipas studimeve, njerëzit më të vjetër se 50 vjeç duhet të bëjnë të paktën 8 orë gjumë. Bërja e 6 orëve ose më pak gjumë çdo natë rrit rrezikun e zhvillimit të çmendurisë në fund të moshës 70 vjeçare. Mosmbajtja e lidhjeve tuaja shoqërore. Shumë njerëz nuk e dinë që vitaminat mund të vrasin. Sipas një studimi të vitit 2018, izolimi ka të ngjarë të ndryshojë edhe të dyfishojë rrezikun e humbjes së jetës nga sëmundjet që lidhen me problemet kardiovaskulare. Gjithashtu, Instituti Kombëtar i Plakjes në SBA thotë se izolimi shoqëror çon në rritjen e rrezikeve të rënies njohëse, depresionit, një sistem të dobët imunitar dhe më e keqja edhe mbi pesha. Nuk pini mjaftueshëm ujë. Marrja e ujit është çështje për jetë-vdekje pasi të dy. Fëmijët dhe të rriturit e moshuar janë në një rrezik më të lartë të pasojave të dehidratimit. Kjo sepse ato kanë një vëllim më të ulët të ujit në trupat e tyre. Teprim me ushtrimet. Ndërsa ushtrimi është thelbësor në çdo moshë, ai mund të jetë i dëmshëm nëse tepërohet veçanërisht të njerëzit që kanë kaluar moshën 60 vjeçare. Dështim për të mbajtur trurin tuaj të mprehtë. Ndërsa njerëzit plaken, truri i tyre ndryshon duke çuar në ndryshime njohëse që mund të jenë edhe të përjetshme. Sipas shoqatës Alzheimer, nuk është kurrë vonë për të filluar aktivitete sociale dhe mendore që ushqejnë edhe shëndetin e trurit tuaj. Mos respektimi i kufizimit dietik dhe ilaçeve. Njerëzit mbi 60 vjeç kanë më shumë të ngjarë të kenë komplikacione shëndetësore kronike siç janë diabeti tipi 2 dhe sëmundjet kardiovaskulare. Medikamentet për sëmundje të tilla përfshin insulinë dhe ilaçe antikoaguluese. Mos lënia e duhanit. Ndalimi i zakoneve të nikotinës është i dobishëm për të gjithë, pavarësisht nga mosha e tyre. Kur jeni mbi 60 vjeç, lënia e duhanit mund t'ju ndihmojë të përmirësoni shëndetin tuaj, madje edhe të shpëtoni prej tij. Nëse doni të keni një shëndet më të mirë, duhet të fokusoheni edhe në disa hapa të rëndësishëm. Me kalimin e moshës, thonë se njeriu bëhet më i mençur, ndërkohë që, sa i përket shëndetit, ekspertët konfirmojnë se bëhet më i ngatruar. Në moshën e 3 ose në dekadën e 8 të jetës, njerëzit përballen me sëmundjet nga më të ndryshmet, siç janë hipertensioni. Hipertensioni njihet si një vrasës i eshtur sepse shfaqet pa asnjë simptom ose me simptoma jo të dallueshme. Gratë dhe burrat në të 70-tat kanë 60% më shumë shanse të vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut. Njerëzit e kësaj grup moshe duhet të kufizojnë kripën, të bëjnë aktivitete fizike, të hanë fruta dhe perime. Kolesteroli i lartë. Kolesteroli i lartë dallohet vetëm nëpërmjet analizës së gjakut. Ai mund të shkaktojë atak në zemër ose trombozë. Aktiviteti fizik dhe ushqyerja e shëndetshme janë mënyrat më të mira për të mbajtur nën kontroll edhe pas të 60-tave. Artriti. Artriti bën të vështirë jetën e një 60 vjeçari dhe jo vetëm të atij ose të asaj. Artriti, reumatizma dhe osteoartriti kanë lidhje të forta me inflamacionin, me shfaqjen kur imuniteti sulmon kyçet dhe indet. Lëvizja dhe aktiviteti fizik janë thelbësore. Perdja e syrit. Me kalimin e moshës, syri i një personi në të 70-tat formon perde e cila pengon shikimin. Perdja e syrit mund të hiqet nëpërmjet kirurgjisë. Humbja e dëgjimit. Humbja e dëgjimit është një faktor i rrezikut të demencës, depresionit dhe shumë sëmundje të tjera. Ajo mund të ndikojë jashtëzakonisht shumë në mënyrën e të jetuarit. Rregulli kryesor është që veshët duhet të jenë të pastruar nga dylli. Në këtë moshë, mbajtja e pajisjeve të dëgjimit është e paevitueshme, megjithatë njerëzit duhet të sigurohen që janë pajisur në mënyrë cilësore. Osteoporoza. Osteoporoza është një sëmundje që kryen kockat dal nga dal duke shkaktuar edema të pariparueshme. Në moshën e 3, kockat humbasin më shumë dëndësitë të tyre. Ekspertët këshillojnë marrjen e vitaminës D në forma të suplementeve. Pagjumësia.
Me kalimin e viteve njeriu e ka të vështirë të bëjë një gjumë të mirë dhe fjetja 8 deri në nëntor. Megjithatë, në të 70-tat kjo nuk është një problem deri në momentin që njeriu ndihet i lodhur gjatë ditës. Ekspertët nuk rekomandojnë ilaçet për gjumë përveç melatoninës, e cila është hormoni i gjumit. Rregulli i artë është që në mosha të thyera të zbatojnë me përpikmëri edhe dietën e tyre ushqimore. Me kalimin e moshës, ulet aftësia e organizmit tuaj për asimilimin e ushqimeve. Sipas disa studimeve të kohëve të fundit, një pjesë e madhe e personave në moshën e thyer kanë mungesë të vlerave ushqimore, sidomos vitaminës B, potasit, kalciumit, hekurit, madje edhe më e rëndësishmja siç është vitamina D. Mos lini pas dore ushqimin, sidomos kur gatuani vetë për veten. Mundohuni të evitoni sa më shumë që t'jetë e mundur ushqimet e përpunuara dhe hani ushqime integrale, fruta, peshk të yndyrshëm, arradh, fara dhe perime jeshile. Rrisni nivelin e magnezit nëpërmjet arave. Është i këshillueshëm përdorimi i suplementeve të ekuilibrojnë vitaminën dhe mineralet. Për persona mbi moshën 65 vjeç, sugjerohet një suplement me 10 mikrogram vitaminë D. Shumë të moshuar përdorin edhe vitaminën E, e cila është e rëndësishme për sistemin imunitar, si dhe për shëndetin e trurit. Duhet të fokusoheni gjithmonë te një ushqyerje e shëndetshme për t'i siguruar trupit të gjitha mineralet dhe elementet ushqyes që i ka të nevojshme. Nëse keni kaluar moshën 60 vjeçare, ajo që shtroni në dietën tuaj duhet të jetë gjithmonë më e pasur. Prandaj, për të evituar një sër komplikacionesh që lidhen me moshën, duhet të jeni të vëmendshëm ndaj asaj që zgjidhni të konsumoni. Me rritjen e jetëgjatësisë tashmë shkencëtarët thonë se duhet të mendojmë sërish për këtë periudhë në të cilën mosha do të klasifikohet si persona të moshuar. Sipas tyre kohët e fundit, mosha 60 vjeçare është mosha e re e mesme. Pasi teksa jemi duke jetuar më gjatë, jetët tona të shëndetshme do të thonë se nuk klasifikohen si të moshuar deri në të paktën në të 70-tat tona. Këtë mendim shkencëtarët e kanë raportuar për Daily Mail, kur sugjerohet se ajo që ne ndihmojmë si mosha e vjetër ka ndryshuar, me kalimin e kohës kjo duhet të vazhdojë të ndryshojë në të ardhmen. Për njerëzit sipas ekspertëve që jetojnë më gjatë në të njëjtën mënyrë të shëndetshme, duhet të ndryshojnë edhe dietën e tyre. Jetëgjatësia mesatare për gratë në Britaninë e Madhe është 82.8 vjeç, që do të thotë se femrat britanike nuk duhet të konsiderojnë veten të vjetër derisa të bëhen 72 ose 73 vjeç. Në mënyrë të ngjashme me jetëgjatësinë e meshkujve që ka arritur deri në 79 vjeç, meshkujt nuk quhen të vjetër deri në moshën 70 vjeç. Ulëntuesi Sergej Serbrov thotë se mosha mund të matet si koha tashmë jetuar ose ajo mund të rregullohet duke marrë parasysh kohën që ka mbetur. Ekspertët tregojnë se duhet të shtoni më shumë produkte sa më natyrale në dietën tuaj për të evituar edhe plagjen e parakohshme. Mos harroni se keni vetëm një jetë, kjo nuk është provë e përgjithshme. Mundohuni të jeni pozitiv edhe të kërkoni anën pozitive nga çdo person që keni pranë. Mundohuni që të mbani mend të gjithë njerëzit e dashur. Jetoni plotësisht çdo ditë në jetën tuaj sepse nuk dihet çfarë ju pret më pas. Mos harroni se jeta mund të ndryshojë në çdo çast. Duajini të gjitha fazat e jetës dhe mos keni frikë t'i kaloni sepse secila prej tyre është magjike. Mësoni të jetoni momentin. Nëse mund ta bëni që të jeni të rinj, do të keni më sukses kur mbushni 60 vjeç. Jeta është shumë e shkurtër për të shqetësuar për diçka që do të ndodhë në të ardhmen, dhe jetoni të sotmen. Dilni jashtë dhe shijoni natyrën sa më shumë t'jetë e mundur. Gjeni një hobi ose një punë që ju lejon të përjetoni ndjesi të ndryshme në secilën fazë të jetës suaj. Vetëm në këtë mënyrë do të keni arritur të gjitha gjërat që keni dashur për një jetë të gjatë dhe të shëndetshme. Mundohuni të fokusoheni më shumë në anën tuaj pozitive, krijoni marrëdhënie të reja gjithmonë edhe gjithashtu qëndroni me miqtë tuaj. Kështu do të parandaloni një sër komplikacionesh. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e mundshme negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë